të operacioneve. Për shumë pacient që prisnin ndërhyrje kirurgjikale, telefonata se operacioni ishte shtyrë për shkak të mungesës së anesteziologëve ishte një zhgënjim i madh. Por me angazhimin e 17 anesteziologëve të ri, shërbimi spitalor klinik universitar të Kosovës synon të forcoj kapacitetet dhe të zvogëloj rastet e shtyrjes operacioneve. SHSKUK ka bërë të ditur se 17 anesteziologë të ri janë bashkuar sistemit publik shëndetësor. Ata do të angazhohen në qendrën klinik universitare të Kosovës dhe në spitalet e përgjithshme, ku pritet të rritin kapacitetin e shërbimeve shëndetësore. Anesteziologët e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe të spitaleve të përgjithshme të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës ofrojnë shërbime pa ndërprerje, duke qenë pjesëkyçe e çdo ndërhyrjeve kirurgjike, trajtimit intenziv dhe menaxhimit të rasteve urgjente. Me shtimin e 17 anesteziologëve të rinj, forcojnë kapacitetet profesionale në sistemin publik shëndetësor dhe duke rritur mbështetjen për sallat operative, njësitë e kujdesit intenziv, repartet emergjente dhe shërbimet e tjera spitalore. Nga ana tjetër, për shumë pacient, mungesa anesteziologëve dhe kushtet të ofrimit të shërbimeve shëndetësore kanë mbetur ndër shqetësime kryesore ndër vite. Në me këtë gjithësisë kemi pas probleme. Do të terminet ashtësi ka cektu mjeku, ka shku rrava shumë. Inshallah, shpresojna ma ku me di. Hospitalet katastrofi janë në la. Po pibe. Inshallah i ndreqen se katastrofë spitalet. Sipas SHSKUK-s, anesteziologët janë pjesë kyçe e çdo ndërhyrje kirurgjikale, trajtimit intensiv dhe menaxhimit të rasteve urgjente. Me shtimin e tyre do të forcohet mbështetja për sallat operative, njësitë e kujdesit intensiv, repartet emergjente dhe shërbimet e tjera spitalore. Mungesa anesteziologëve ka qenë një nga sfidat më të mëdha të sistemit publik shëndetësor, duke ndikuar në organizimin e operacioneve dhe duke krijuar pritje për pacientët që kishin nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Institucionet shëndetësore kanë paralajmëruar vazhdimisht për nevojën e shtimit të këtij profili profesional.